Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku paralajmëron, asnjëherë mos flini gjumë në anën e djathtë, ja pse. Historikisht është këshilluar që të flihet gjumë në krahun e djathtë, pasi kështu nuk ushtrojmë presion në anën e zemrës, por ekspertët kanë renditur për ju arsyet për të mos e bërë këtë gjë. Një qarkullim më të mirë limfatik. Sistemi limfatik transporton më lehtësisht toksinat nëse ato drejtohen drejt anës së majtë të trupit. Për këtë arsye, ekspertët sugjerojnë një zëri që ju të flini gjumë në krahun tuaj të majtë. Ndryshe nga sa thuhej, është më mirë për zemrën. Për zemrën është më mirë që të pompojë gjak për gjatë trupit kur aorta është e orientuar drejt anës së majtë të trupit. Përmirëson tretjen. Në qoftë se ju flini gjumë në të majtë, acidet gastrike nuk pësojnë rikthim në ezofag, pasi kjo e fundit lidhet me stomakun në anën e djathtë. Fjetja në të majtë e përmirëson tretjen tuaj dhe shmang djegjen e stomakut. Veçoritë anatomike. Stomaku dhe pankreasi shtrihen në anën e majtë të trupit, ndaj nëse në flem në anën e djathtë të stomakut, ne do të tentojmë të ushtrojmë presion mbi pankreas duke penguar aktivitetin. Një lehtësim për shpretkën. Gjatë gjumit toksinat transportohen drejt shpretkës më lehtë në anën e majtë dhe mund të largohen në mënyrë më të mirë nga organizmi. Ndërkohë, duhet të keni parasysh se fjetja në të majtë ka mjaft përfitime për shëndetin. Gjumi është një nga faktorët më kryesorë të cilët ndikojnë pikërisht në shëndetin tonë. Rreth pozitës më të mirë për të bërë gjumë ka pasur shumë debate dhe mos pajtime. Disa njerëz kanë gjumë më të rehatshëm nëse flen në anën e djathtë dhe për disa një gjë e tillë mund të mos jetë e përshtatshme. Por pozita që ju zgjidhni ka shumë ndikim në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Prandaj studimet e fundit kanë mbështetur se gjumi në anën tuaj të majtë është më efektiv për shëndetin e organeve tuaja. Mundëson që shpretka të bëjë një punë dukshëm më të mirë. Edhe shpretka po ashtu gjendet në anën e majtë të trupit të njeriut, dhe përderisa ju bëni gjumin në anën e majtë, ajo do ta ketë më të lehtë që të kryej funksionin e saj. Ndërkohë, nxit edhe largimin e duhur të mbeturinave. Kryqëzimi në mes të zorrës së trashë dhe asaj të hollë gjendet në pjesën e majtë të trupit tuaj. Nëse ju bëni gjumë në anën e majtë, atëherë forcat gravitacionale e bëjnë më të lehtë kalimin e mbeturinave nga zorra e hollë në atë të trashë. Kjo mundëson që mbeturinat e trupit tuaj të largohen më mirë dhe më shpejt. Mundet që të zvogëloj thartirën në bark. Nëse vuani nga prania e thartirës në bark, atëherë është ide e mirë që të shtriheni në anën tuaj të majtë. Kjo gjë do të parandalojë që ushqimet të cilat gjenden në bark të mos përfundojnë në ezofag. Kurse në mëlçin nga mbi ngarkesat, pasi mëlçia është vendosur në anën tuaj të djathtë, nëse shtriheni në anën e djathtë, atëherë ju do i shkaktoni asaj një tendosje, ndërsa nëse ju do të bëni gjumë në anën tuaj të majtë, atëherë nuk do të lejoni mbetje toksike dhe substancat e tjera të dëmshme që të bëhen një ngarkesë për mëlçin tuaj. Pasi dritat fiken dhe është koha për të mbyllur syt, ka gjithashtu të ngjarë që ju të zini të njëjtin pozicion natë pas nate. Ju mund ta gjeni veten të shtrirë në shpinë, në stomak, në anën e djathtë ose të majtë, dhe përgjigja është se ka disa faktorë të tjerë të cilët duhet të merren parasysh. Qëllimi duhet të jetë rehatia dhe gjithashtu gjumi i qetë dhe më pas pozicioni, thonë ekspertët, por duhet të dini se nevoja për të fjetur në një pozicion të caktuar mundet të ndryshojë me moshën, shqetësime të ndryshme shëndetësore dhe shtatzanin.
Ne këtu do t'ju sjellim një këndvështrim rreth avantazheve dhe të metave të mundshme të pozicioneve të fjetjes gjatë natës. Gjumi në shpinë. Gjumi në shpinë është më i miri për shtyllën kurrizore dhe për kyçet. Ekspertët e konsiderojnë këtë pozicion si më të mirin, sidomos nëse bëhet fjalë për dhimbjen e shpinës. Zgjedhja për të fjetur në shpinë ju ndihmon gjithashtu që të shmangni edhe rrudhat të cilat krijohen nga kontakti me jastëkun. Megjithatë, ky pozicion nuk është i përshtatshëm për të gjithë. Për njerëzit të cilët kanë tendencën të gërhasin, ky nuk është pozicioni më i mirë, pasi mund të rrisë më shumë mundësinë e gërhitjes. E njëjta gjë gjithashtu vlen edhe për ata të cilët kanë apnea obstruktive të gjumit, pasi mund të rrisë më shumë mundësinë e gërhitjes. Dhe gjithashtu mund të shkaktojë edhe komplikacione akoma dhe më të rënda. Gjumi në shpinë mundet të shkaktojë simptoma të sëmundjes së refluksit gastroezofageal. Në qoftë se ju flini në shpinë, por keni refluks acidi, provoni të ngrini shtratin tuaj. Gjumi në anë. Për njerëzit të cilët priren të gërhasin ose ata me apnea të gjumit, gjumi në anë është alternativa më e mirë. Kjo sepse pozicioni nuk pengon nëse ushtron ndonjë presion mbi organet tuaja. Për të njëjtën arsye, të fjeturit në anë është pozicioni ideal gjatë shtatzanisë dhe gjithashtu ndihmon për të mbajtur rrugët tuaja të frymëmarrjes tepër të lira. Megjithatë, të fjeturit në anë mund të ushtrojë presion mbi shpatullat tuaja dhe hijet tuaja duke shkaktuar dhimbje. Dhe me kalimin e kohës, gjumi në anë mundet që të shkaktojë edhe vija tepër të holla në lëkurë, të cilat do të shndërrohen në rrudha. Gjumi në stomak. Ky është një pozicion tjetër i cili nuk është ideal nëse po kërkoni që të shmangni rrudhat, plus që ju mund ta poziciononi qafën tuaj në një qëndrim jo komod dhe më pas të ndjeni dhimbje. Vendosja e jastëkëve mundet gjithashtu të ndihmojë në këto probleme. Megjithatë, ky pozicion mundet që të zvogëlojë edhe gërhitjen dhe simptomat e apnesë së gjumit. Nga ana tjetër, gjithmonë duhet të keni parasysh se pozicioni i gjumit tregon shumë edhe për karakterin tuaj. Nëse nuk mund të flini gjumë pa e nxjerrë gjunjët, ndërsa jeni shtrirë në krevat, atëherë jeni një person i qetë dhe i besueshëm. Nuk është e lehtë të ofendojë dhe nuk ke frikë nga ardhmja. Nëse kryesisht flini në pozicionin e fetusit, atëherë shpesh ndjeni nevojën për të mbrojtur, kuptuar dhe simpatizuar. Duke u mbështjellë në këtë mënyrë, përpiqeni të shkëputeni nga problemet me të cilat ju përballeni në botën përreth jush. Nëse flini shtrirë në bark me krahët e nxjerra jashtë, atëherë ju jeni një lider. Ju jeni impulsiv dhe merrni iniciativën dhe siguroni që të ketë rregull në jetën tuaj personale ashtu dhe në atë profesionale. Nëse flini shtrirë në shpinë, atëherë ka shumë të ngjarë që jeni një person pozitiv që e do jetën, i cili është mësuar të jetë në qendër të vëmendjes. Ju punoni me kokë fortësi dhe këmbë ngulje, por në një mënyrë racionale, duke preferuar të thoni gjithnjë të vërtetën. Nëse flini si një ushtar i shtrirë në shpinë me këmbët e kryqëzuara, atëherë ju me siguri jeni një person i rregulluar mirë, i cili i di se cilat janë qëllimet e tij në jetë dhe me një mendje të vetme përpiqet t'i arrijë ato. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona
që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.